Po patjetër, i kom pa kështu prej fillimit, të urrit bashk, një dashni shumë të mirë, shumë të pastër edhe sot një kuriorzim i saj, disa herë kemi qajt, lot gëzimi normal. Po është shumë të emocionume edhe këto, për pësoj të kujtu ndoshta edhe ndonjë moment që keni qenë të vogla ose diçka e tillë se të po është edhe gjatë momentit të kuriorzimit shumë të emocionume. Po Agnesa është motra e vogël, edhe motrat e vogla krejt e dime kanë një vend më të veçantë, të krejt familja, sidomos tonë që jam pak më e madhe se ajo, gjithë jetën një mësu me u kujdes. Edhe me bë mirëqenjen edhe lumturinë e saj si misionin tem, edhe normal kur e gjeni njëri shumë mirë edhe shumë e lumtur, unë jam ndoshta edhe më e lumtur që ajo është mirë. Po besoj që jeni bogati edhe për dasmën e madhe që keni me pas këtë det apo? Po patjetër, premtën është, kismet, edhe i kemi bë këtë përgatitjet, edhe po shpresojmë që kemi kalu shumë mirë. Okej, po Besiana ka përgatit po besoj diçka për motrën. Patjetër, një surprizë. A dihet numri të ftuarve sa janë të ftuar? Nuk e di, ndoshta rreth 400. 400? Që aty dukon. Na keni llogaritë edhe neve të 700? Patjetër, besoj që po. Besiana, të folja edhe me Gresën pak dhe më tregoj që keni bu një darsëm për shefi me u kënaq. A jeni gati për sezonin e verës pas kësaj darsme të madhe që të voglin në shtëpisë po e përcjell në Sinuse? Po fillojmë me dasmën tonë të familjes të motrës, edhe pastaj me fillu për sezon, po njëherë nështë na i pushim 2-3 ditë, se normal është një lodhje, është ngarkesa dhe emocionale, sa dhe që është për gëzim, edhe tani normal puna. Okej, çka kemi tre nga puna? Tregona pak disa plane, se po besoj që ki gati kanga edhe për verë pas surprizës motrës. Po, surpriza motrës, edhe disa kanë për verë, një album që jam të e punu, shumë projekte. Qa kështë me uru motrës se po besoj kur të sheket intervjist, të dënë me pa dhe një orin prej Besianës, besoj ja ke uru po publikisht? Po i kam uru edhe i kam majt fjalime normal, gjana që ajo i din, martesa edhe dashuria në përgjithësi, lypin një zemër shumë të madhe, edhe një tolerancë, një mirë kuptim, me unis gjithmonë për anës pozitive, gjithmonë prej të mirës, edhe të mirat vinë pas. Inshallah është e lumtur ajo dhe gjithkush që e lidh jetën me dikant, se është vendimi më i rëndësishëm në jetë që mund dhe dikush me marrë. Si një nuse me më shumë përvoj se motra, cila do të ishte këshilla e parë si nuse e re që do t'ja jepja? Këto që i thash, me pas dashni, mirë kuptim, me një hap të mbar me fillu, edhe me kuptu edhe tjetrën, po edhe ai ty se është hera parë për krejt, për ata që është, edhe me unis për të mirë.